Qarkullimi i automjeteve në aksin nacional Librash Qaftan këtë të hënë të kthesat e Dragostunjës kryhet me vështirësi, ndërsa vetëm një korsi e gjysmë e rrugës është e hapur, pasi një gur i përmasave të mëdha gjendet mbi asfalt. Ajo që bie në sy një ditë më pas është mungesa e autoriteteve në vendngjarje për të këshilluar drejtuesit e mjeteve që të ulnin shpejtësinë. Ndonse për më shumë se 10 orë, disa mjete të rënda një ditë më parë punuan një herësh për të shembur skarpatën e dëmtuar dhe për ta bërë rrugën të hapur për drejtuesit e mjeteve. Rreziku konstatohet edhe këtë të hënë. Në korsinë e bllokuar, mjetet e tonazhit të rëndë kanë të pamundur të shkëmbehen. Një banor i zonës, Safet Duka, i cili shpëtoi mrekullisht masivit të rënë në rrugë, tregon për momentet që mund t'i kishin marrë jetën së bashku me nënën e tij. Unë isha i pari që isha të gujma që u shem dje, edhe ndalova qarkullimin. Një makinë hyr para me, ndalova atë derisa para kaloi, po vinte gujma se u shem nga pak. Fillimisht anë ka gur të vegjël ishin nga kaq, pastaj rrshitej gjithë një herë, unë isha aty prezant. Edhe rrshiti një herë, ran gjithë gurët e mëdhej pastaj. Isha me mamën dhe çojnë në spital për vizitë, pas gurët e vegjël që po bien një nga një. Shqyr që nuk ishte makina mrapa, se s'kisha kutika, do m'zijin gjithë gurët e mëdhej, do m'zijin poshtë. Ai kërkon dëmshpërblim nga firma që mirëmban në rrugën, pasi mjeti i tij është dëmtuar nga gurët e parë që u shkëputën nga mali, por edhe marrjen e masave nga autoritetet që të rikthejnë sigurinë në rrugë. Si lloj firma që po bën rrugën lart, siguri nuk ka fare këtu, vriten njerëz, nuk vriten ma fare firma përgjithësi fare. Ne s'dim ku drejtohemi, ku gjejmë drejtet tona, hapet rruga, do flasim mbrapa, më thanë mua, për dëmtime, për gjëra çfarë keni, çfarë ashtu. As pyetën fare, jeni smura, keni smura, gjë fare, nga pyetën fare. Ishte ja 2 përgjegjësa aty, më thanë mua, hajde fol me shefin e madh nesër në zyrë këtu në Librash. S'kishte fare, aty s'kishte asnjëri, ishte diel, ishte pushim. S'kishte asnjë fare kontroll fare. Të dielën kreu i autoritetit rrugor Ami Kozeli mohoi që shkak i shembjes masivit janë bërë punimet që po kryhen për zgjerimin e korridorit të 8, por është fakt se shumë pranë segmentit të dëmtuar shihen mjetet që po punojnë për gjurmën e re të rrugës. Sa kaq që ambientalistët po shprehin shqetësimin e tyre për mbetjet e hedhura në lumin Shkumbin.